Horoskopi ditore shtunë 1 nëntor 2025. Dashi, lumturia dhe qetësia e familjes tuaj do të jenë prioriteti kësaj dite. Nëse e bëni të mundur këtë, do të ndjeheni mjaft mirë me veten. Në dashuri do të jetë një ditë pa probleme. Beqarët do të kenë një ditë plot ngjyra dhe aventura. Nga fundi ditës do të ketë dhe një takim të rëndësishëm. Merrini gjërat pak me seriozitet. Bëni kujdes me financat dhe mos shpenzoni më shumë se sa duhet. Demi. Do të keni sfida të reja për të kaluar në dashuri ju çifte. Disa gabime të vogla që do të bëni sot do t'ju kthehen në mësim. Dita do të përfundojë mirë. Dëgjoni të gjitha këshillat që do t'ju jepen. Beqarët mund të dashurohen pas një kolegu. Kujdes sepse dashuria të bën të verbër. Financat nuk do të kenë përmirësim. Përkundrazi, nëse shpenzoni shumë, ato mund të përkeqësohen së tepërmi. Bëni kujdes. Binjakët. Sot çiftet do të kenë disa debate për një temë delikate. Më mirë vazhdoni të debatoni sesa t'i shmangeni bisedës. Sqarojeni çdo gjë një herë mirë. Beqarët do të kenë disa takime të reja me persona që do t'i bëjnë të ndihen mirë. Përfitoni sa më shumë dhe merrini gjërat me seriozitet. Do të keni probleme me financat, por ato nuk do të jenë dhe shumë shqetësuese. Kujdes me shpenzimet. Gaforia. Sot do të jetë një ditë shumë e qetë dhe bukur për çiftet. Do të qëndrojnë pranë njëri tjetrit dhe do të flasin për jetën e tyre deri tani. Në mbrëmje priten surpriza, përgatituni. Beqarët do të takohen me dikë që do t'ju ndryshojë tërësisht jetën. Bëhuni më të hapur dhe pa komplekse. Do të përjetoni më shumë emocione në këtë mënyrë. Me financa do të keni fat, por nuk duhet të rrezikoni shumë. Luani. Pozicioni që do të mbani sot për një çështje të caktuar mund të ndesë konflikte me partnerin. Më mirë qëndroni larg njëri tjetrit për të mos e acaruar më shumë situatën. Beqarët duhet të kërkojnë shpirtin binjak sepse do të jetë një ditë me shumë fat për ta. Do të keni shumë dëshirë të shpenzoni pak më shumë, por gjendja juaj jo e mirë financiare nuk do t'ju lejojë. Virgjëresha. Lumturia në çift do t'ju bëjë që të jeni të qeshur gjatë ditës së sotme. Sensualiteti, butësia dhe bashkëpunimi do të mbizotrojnë jetën tuaj. Për beqarët priten dashuri të mëdha, madje më të mëdha nga sa kishit menduar. Përfitoni pra. Planetët do të ndikojnë direkt në financat tuaja. Ato nuk do të jenë shumë të mira, por dhe nuk duhet të qaheni. Ka edhe më keq se ju. Peshorja. Edhe pse mund të keni disa mosmarrëveshje të vogla në çift, duhet ta dini se këto janë normale dhe thjesht duhet të keni durim. Beqarët janë shumë të pavendosur të krijojnë një lidhje të re. Për çdo person nxjerrin tëmeta. Asnjë nuk është perfekt. Në planin profesional nuk ka asgjë të veçantë. Nuk do të keni shumë dëshirë të punoni dhe mund të kërkoni edhe një ditë pushim. Akrepi. Situata në lidhjen tuaj nuk do të jetë e mirë. Do të keni mosmarrëveshje dhe do të debatoni për gjithçka. Kujdes, duhet të bëni kompromis, përndryshe çdo gjë do të përkeqësohet. Beqarët nuk duhet të mendojnë se duke joshur më shumë do të gjejnë personin e zemrës. Planetët do t'ju ndihmojnë të rregulloni financat tuaja. Besoni tek fati dhe gjithçka do të shkojë ashtu si e keni pritur. Shigjetari. Mos prisni fundin e ditës për t'u takuar me të dashurin e zemrës tuaj. Sapo të keni një mundësi, flisni me të dhe i thoni të vi tek ju. Ju pret një ditë shumë e bukur dhe plot ndjenja. Beqarët duhet të përfitojnë sa më shumë nga kjo ditë për të dalë në përtakime. Pranojini ftesat që do t'ju bëhen. Situata financiare nuk do të përmirësohet, por mos u shqetësoni. Nuk duhet të bëni shumë blerje. Bricjapi. Jeta në çift mund të rezervojë disa surpriza tepër të këndshme. Do të kaloni një ditë shumë të mirë. Disa familjar mund të shkojnë kundra jush për diçka. Kujdes, mbushjani mendjen që e ka gabim. Për beqarët nuk do të ketë takime apo njohje interesante. Në punë do të keni disa probleme të vogla, por që do të zgjidhen lehtësisht. Duhet të jeni gjithmonë shumë të matur. Ujori.
Sot për ju beqar dita do të jetë shumë njohshse. Gjithçka që doni do t'ju realizohet në dashuri. Kur i vini një qëllim vetes, doni të arrini gjithmonë atë që doni. Çiftet mund të kenë edhe ndonjë problem të vogël. Në punë nuk do të jeni shumë të përqendruar për shkak se mendoni më shumë për jetën personale. Mundohuni ta hiqni mendjen sepse puna duhet bërë. Peshqit. Sot do të jeni optimist se gjithçka do të shkojë mirë në lidhjen tuaj dashurore. Do të jeni plot energji dhe do të përgatiteni edhe për ndonjë surprizë për partnerin. Edhe për beqarët do të jetë një ditë pozitive. Në punë nuk duhet të nxitoheni shumë, në mënyrë që të analizoni me kujdes çdo detaj, përpara se të merrni vendimin përfundimtar lidhur me një propozim që ju është bërë.